Policia franceze ka çmontuar një bandë kriminale shqiptare që kishte kryer rreth 50 grabitje në vilat dhe rezidencat e personazheve publik, si futbollist, pilot të Formula 1 apo këngëtar të famshëm në Francë dhe Belgjik. Në total, banda e shqiptarëve rezulton të ketë vjedhur mbi 1 milion euro, përfshirë bizhuteri dhe artikuj luksoz që i kanë shitur më pas në Shqipëri. Bëhet fjalë për antarët e grupit të Edison Pulës, shqiptar i njohur si mjeshtër i arratisjeve dhe antar i bandës së Niklës, i cili u arrestua në janar të 2025 në Luksemburg. Arrestimet e bandës së grabitjeve janë kryer në 2 faza. 2 prej antarëve të dyshuar të rrjetit, të njohur me emrin Nikla, u arrestuan më 20 janar në Luksemburg, në kuadër të urdhër arresteve europiane të lëshuar nga gjykata e Reimsit, sipas njoftimit zyrtar. 5 persona të tjerë u ndaluan të martën e kaluar në zonën e Reimsit. Drejtuesi i bandës Edison Pula u identifikua fal gjurmëve të ADN-s, të gjetura në më shumë se 30 grabitje kryer mes qershorit 2022 dhe shtatorit 2024, ndërsa është i dyshuar gjithashtu edhe për një tentativë vrasje në Shqipëri. Hetimet janë zhvilluar nga zyra qendrore për luftën kundër kriminalitetit në bashkëpunim me sektorin e kërkimeve dhe brigadën e kërkimeve të Reimsit, si dhe brigadën për luftën kundër branditizimit të policisë kriminale të Parisit.